Me qëllim afrimin e të rive drejt arsimit të mesëm me profil gjuhësor në Gjimnazin e Gjuhëve të Huaja në Elbasan, u organizua një takim ku morën pjesë nxënës nga shkolla të ndryshme të Elbasanit. Përpara nxënësve, drejtoresha e shkollës shpjegoi se përse të rit kanë përfitime duke zgjedhur të vazhdojnë studimet në gjimnazin Mahmut Ali Cungu. Cilat janë benefitet e kësaj shkolle dhe çfarë nxënësit mund të përfitojnë nga studimi në një shkollë të tillë. Kështu që ju lutem, jeni të ftuar të gjithë në një E pranishme në këtë aktivitet, drejtoresha e ZVA Elbasan Vesa Liço i njohu të rit me disa nga benefitet që kanë nëse zgjedhin arsimin e profilizuar. Është një takim i cili ka për qëllim të promovoj vlerat e këtij gjimnazi, të promovoj risitë që ka ky gjimnaz dhe impaktin që kanë këto nxënës që dalin nga bagat e këtij gjimnazi për trekun e punës. Mbështetja është institucionale e shumëplanshme. Këtu kemi dhe drejtoreshën e Agjencisë së Punësimit, kemi nga Universiteti i Elbasanit, Fakulteti kryesisht të Gjuhëve të Huaja, kemi të gjithë mësuesit koordinator të karrierës, kemi drejtor të shkollave nëntëvjeçare dhe sigurisht aseti ynë më i çmuar janë nxënësit e shkollave tona, nxënësit e klasës së 9 të shkollave tona nëntëvjeçare. Për kryetarin e Bashkisë Elbasan, zgjedhja një shkolle të profilizuar është një avantazh për të rit, sidomos në këtë kohë kur Shqipëria pret të bëhet pjesë e BE-s. Ky është një gjimnaz i cili të jep në fakt një arsim të mirë, të plotson, por të jep edhe një background kur ti ndjehesh shumë komod me gjuhën e huaj. Dhe në fakt ekonomia kaq dimensionale sa po bëhet sot në Shqipërisë, turizmi, zhvillimi që po merr turizmi, ekonomia në përgjithësi, tregu europian na bën që patjetër ne duhet të jemi gati dhe me profilet e duhura. Dhe këtu ne kemi në fakt dhe anglishten, italishten, frëngjishten, gjermanishten, që janë gjuhë huaja të cilat në Bashkimin Evropian janë tregu kryesor dhe ekonomia kryesore e Bashkimit Evropian, dhe patjetër që ndërveprimi me integrimin në BE do ta bëjë të domosdoshme që të kemi dhe një grup të rinj të cilët janë të përgatitur për Bashkimin Evropian dhe të jenë përgatitur edhe me arsimin e duhur dhe arsimin përkatës. Gjimnazi me profil gjuhësor Mahmut Ali Cungu në Elbasan është një nga shkollat që ka traditë të gjatë në përgatitjen e profesionistëve të gjuhëve të huaja.